Cili është vendi që do t'ja sugjeroje dikujt që të thot dua të shkoj në Kosovë? Sa po e thash Prekazi. Prekazi. Pa diskutim. Ka qenë një nga vendet që mbas daljesime në Big Brother, kam shkuar direkt edhe betohem në Zot që e kam përjetuar në eshtrat dhe në gjakun tim dhe në shpirtin tim çdo gjë që më tregonin për atë vend. Nuk e kisha prekur më herët dhe e kam përjetuar si të isha pjesë e asaj familje. Është shumë e çuditshme, por realisht kështu ka ndodhur. Jam emocionuar shumë. Madje më fal ta them dhe këtë, se unë jam edhe mësues muzike dhe kur kam shkuar në shkollë, madje edhe në disa intervista që kam bërë në Shqipëri, kam thënë duhet me patjetër ne shqiptarët e Shqipërisë, po të gjithë shqiptarët duhet ta njohim mirë kulturën tonë dhe vendet tona dhe traditat dhe historinë që ne kemi mbartur në të kaluarën. Kështu që pa njohur vendet tona dhe historitë tona, qoftë të mira apo jo të mira, ne s'mund të ecim përpara. Kështu që Prekazi për mua është një nga vendet që unë ja u sugjeroj të gjithëve. Gjithëve ta vizitojnë. Faleminderit shumë, Bruno. Po ta kishe mundësin, cilat do të ishin 3 gjërat mira që do t'ja bëje Kosovës nga ky moment? I ka gjithat mira. Ti rregulloje për shembull. Po i ka gjithat mira, s'di. Veç e di çfarë do doja se shohim shumë lajme vetëm dhun, aman më jepni vetëm dashuri dhe paqe dhe mirësi. Besoj se 3 gjërat që më the, dashuri, paqe, mirësi, s'ka më mirë se kaq. Se dëgjojmë vetëm dhunë, nuk e di nga buron nësimi të tillë, nuk e di. Kur hap lajme dhe shoh aty vetëm lajme të trishta, ndodh fatkeqësi ndodhin, aksidente ndodhin, po kur ti e merr të keqen nga prindi, nga vllai, nga motra, nga shoku, nga miku, kjo është fundi. Kështu që ju lutem sa më shumë dashuri se është. Faleminderit shumë, Bruno. Cila është tradita më e mirë që e kanë njerëzit në Kosovë? Dhe thash, po, është edhe ajo, është ajo ushqimi që kam provuar për të parë në Big Brother, që ndahet me që është me shumë pet, i harrova emrin. Pite? Pitet. Po, ju i thënë aflia? Flia, okej. Flia, se i harrova. Se pitën e keni vetë burek. Po, tamam, po, flia, po, ishte shumë e mirë. Okej. Edhe besoj që është shumë e mirë. Mos e le pa ngrënë fli kësaj radhe. Sa herë që vi, vlla, sa herë që vi. Të miqtë e mi që vi këtu direkt, do themi e thoi, na bëri na një fli. Faleminderit shumë. A mund mi tregosh 2 gjëra të mira që i ke bërë ti për Kosovën? Po, 2 gjëra mbase janë shumë, po që jam banori i Kosovës dhe jam qojtë edhe unë Prishtinali tashmë. Okej, një po Prishtinali. Jam bërë Prishtinali. Kam marrë një banes do dhe... Dhe po më pëlqen shumë, do dhe thënë. Dhe e dyta? Mjafton një. Mjafton, do më thënë një po Prishtinali. I kemi të gjitha. Si tha, i ke thënë të gjitha, tha. Po të një që është shumë e rëndësishme, të tjera... Vin pas. Faleminderit shumë, kënaqësi që e bëm këtë pyetësor me ty. Bruno, revolt apo paqe? Paqe. Ta një revolt. Ne kemi qenë një grup, unë me kolegun tim Febi Shkurtin, të cilin e përshëndes, është reper, dhe kemi nisur të këndojmë që në 99 në Dymishin. Në atë kohë janë krijuar pothuajse të gjithë grupet hip-hopi. Unë dëgjoja R&B në atë kohë dhe hip-hop, por më shumë hip-hop. Dhe ishte koha revoltës, lufta, bla bla bla, 97-a në Vlorë, revolucioni,